nderuar miq, në mbyllje të muajit korrik do të flasim për shumë ngjarje që kanë ndodhur në 2 ditët e fundit. Por edhe më tepër me avokatin, mikun e emisionit ton, drejtuesin e fraksionit Reforma Reale, Gylsen Zhdima. Përshëndetje avokat, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju avokat, do bëjmë një kalim të shpejtë të ngjarjeve kryesore, por do ta nisim me lirimin e Ilir Beqajt, një zhvillim i papritur nga Spaku. Jo është një tregues i qartë që jo Spaku, jo GKK-ja e shkallës parë o e posaçë, ajo e apelit, duhet keni parasysh që ne jemi dëshmitar dhe po ne kemi thënë të vërtetën tek qytetarët që Spaku nuk ka bërë një jetim të pavarur, të paanshëm dhe thjesht është marrë me mënyrën e vet që të prodhoi statistika dhe mënyra e GKK që në vendimarrjen e saj për plotësime timesh ndaj zotit Beqaj ishte tregues i qartë që kemi të bëjmë me dështimin e asaj që ne themi hetimit të një organ që ka me ligj që duhet të hetojë. Dështimi nuk është se zoti Beqaj doli para burgimi dhe është arrest në shtëpi, por dështimi është sepse punojësit e Spakut, prokurorët e Spakut nuk arritën të bëjnë hetimet ashtu siç duhet. Imagjinoni çfarë afatësie kanë te dosja tjetër që ka të bëjë me sterilizimin. Ndërkohë që ne presim avokat nëse do shkojë Balluku apo jo, dhe pritet të komunikohet akuza. Mos merr fare a do shkoj Balluku apo nuk do të shkoj. Zonja nga tetori 2025-s është e pandehur zyrtarisht? Po. Është në hetim? Po. Pra, ka pse ne të themi a vajti, nuk vajti, në rast se nuk vajti, çfarë frike ka, në rast se do shkoj, çfarë do bëj pastaj Spaku, a do kërkoj apo jo autorizim. Jemi me të njëjtat kushte si partia është ajo e cila merr dhe vendos njerëzit e saj tek drejtësia e vet. Pra, mos tregon si kur është një drejtësi e pavarur anshme e cila bën detyrën e saj. Jo, kjo drejtësi është thjesht figurative që qytetarët shqiptar të ndjejnë ata drejtësinë e vërtet dhe jo ata të tjerë të cilët janë në ajkën e pushtetit. Dhe zonja Balluk nuk ka pse të shqetësohet, sepse zoti Rama, avokati i saj politik dhe madje edhe juridik, nuk e lëshoi tek drejtësia e tij që vazhdimisht krijohet. Pra, çfarë vlere për ju vajtja e zonjës Balluku sot apo jo? Ai vlerë nuk ka as për lajmin e fundit dhe as për lajmin e fundit në rast se ajo refuzon vajtjen në Spak. Prandaj ju them, ne ashtu siç kemi folur dhe flasim vazhdimisht këtu e disa vite tek dëgjuesit dhe shikuesit që na ndjek vazhdimisht, mos shikoni thjesht statistikat, shikoni veprimtarinë e atij organ që është vegël e pushtetit dhe protesta këtë gjë ka faktuar që Spaku është vegël e pushtetit dhe madje edhe më konkretisht vegël e pushtetit e Tiranës. Avokat, priste mendja që do vinte dita që në Poliçan do digjeshin teserat e Partisë Socialiste. Janë paremëruar dhe protesta tjera sot, avokat, në Prenjas, në Dimal dhe në qytete të tjera. I dashur Dylber, unë kam thënë edhe do të them që kriza e bëshme në Partinë Socialiste ne kemi treguar me kohë. Pra, ju e mani mend deklaratën time që bëra tek ju për koment që bërëm për projektin e zotit Rama për fjalin Besa. Dhe e mani mend që unë ju kam thënë që ai kërkoi të bind Partinë Socialiste dhe jo të bind ata që janë kundërshtar të Partisë Socialiste apo armiq të Partisë Socialiste. Pra, kriza e brendshme që është Partia Socialiste do t'i japi asaj një goditje të rëndë dhe mos harroni faktin që unë kam thënë vazhdimisht tek ju, tek çdo gjykatës, prokuror, policë, punonjës shteti,
keni për detyrë të mbroni shtetin shqiptar dhe jo pushtetin e Edi Ramës. Këtë gjë kam thënë edhe për socialistët të ndershëm, të cilët duan Partinë Socialiste. Mbroni Partinë Socialiste dhe jo Edi Ramën që ka shkaruar dhe ka marrë peng Partinë Socialiste. Socialistët e kanë për detyrë të mbrojnë partinë e tyre dhe jo dikush që është jashtë partisë së tyre. Dhe këtë e kam thënë me shumë qartësi, dashamirësi dhe patjetër dhe një pothuajse revolt ndaj pasivitetit të antarëve të Partisë Socialiste që zoti Rama partinë e tyre ja shëndëroi si bandë kriminale për shkak se gjithë kësaj kohe ne nuk kemi parë politikanë në Partinë Socialiste, po kemi parë burgaxhi që shkojnë dhe përplasen më në fund tek drejtësia e Partisë Socialiste që është SPAK-u. Prandaj dua të them që socialistët dhe komunistët në historikun politik dhe të librave që kemi lexuar gjithmonë frejnë qeverisjen e tyre në shifra penale, prokuroriale me qëllim të eliminojnë kundërshtarët edhe të brendshëm të partisë, po edhe të jashtme. Dhe kjo është një fakt ret. Prandaj Poçani, Dimali, Berati dhe shumë qytetet e tjera patjetër duhet të dalin edhe pse jo të grisin testrat në Partinë Socialiste, po mos harroni, duhet të zhdukin Edi Ramën nga drejtimi i Partisë Socialiste, jo thjesht një akt formal për një djegje të një dokumenti, s'ka fare vlerë. Por reagimi i menjëhershëm i Rama, i cili po degeneron, shkatron dhe po azjeson Partinë Socialiste për socialistët në Partinë Socialiste. Nuk po ju pyes për politikën e jashtme që ndikon dhe te politika e brendshme për hapjen e konsullatës serbe në Shkodër, por të lutem, më thuaj për ta mbyllur. Do ta komentoj. Kur nuk ka konsullat shqiptar në tret që duan të marrin pasaporta, të marrin shërbime, imagjinoni ju t'i hapim ne konsullat serbit në Shkodër. Është e tmerrshme. Pra, puno ka Edi Rama një konsullat në Shkodër për 10 serb dhe nuk punon Edi Rama me qeverinë greke për shqiptarë që janë nëpër Ishuj apo nëpër vendet të ndryshme larg Athinës dhe Selaniku dhe Janinës, edhe nuk kemi një konsullat për shqiptarët tanë në vendet ku ka shqiptar. Prandaj, qëndrimi im është i qartë, mjaft servilizmi dhe shërbimi ndaj armiqve të Kosovës, Shqipërisë dhe Rusisë. Shumë e thjeshtë kjo, s'ka për interpretime tjera. Avokat, për ta mbyllur, si mbyllet gushti në këtë verë të nxehtë me protesta nga qendra në bazë? Shiko, nuk mbyllet gushti as korriku, sepse ishin disa muaj, pothuajse si nuk po ndodhshin ngjarje. Në të vërtet ngjarje ka ndodhur, po thjesht ne do t'i shikojmë në muajin shtator dhe tetor. Për shembull, reforma zgjedhore, sigurisht në rënd dakord po e shtyn në muajin tetor. Por e vërteta është që ka një marrëveshje. Marrëveshja sigurisht që do dali dhe do na bëhet publike. Por ajo çfarë nuk kemi parë në aspektin e plasjeve është ende për të pritur. Ju e mbani mend në muajin korrik gusht të 2025-ën, ju thash shtatori i 2025 në vazhdim do përplasen të gjithë në gjykatën kushtetuese. Tani e tutje kemi një skenar tjetër, skenari më i fortë dhe më do thua më domethënës, sepse kemi tani e tutje përplasjen e interesave, përplasjen e do thosha pushteteve, të cilët tani e tutje do jenë përplasje më të forta. Kjo nuk gon që pushtetet me njëra tjetrën duan të përplasen sepse punojnë. Kjo nuk do që ne kritikojmë SPAK-un dhe SPAK-u kënaqet sepse ne pajse e kritikojmë dhe ata punojnë dhe ata që kanë shumë mirë në punën e tyre dhe për shkak ne kemi xhelozi se ata punojnë edhe ne po e kritikojmë. Jo, nuk është kjo e vërteta. E vërteta është vetëm një përplasje pushtesh, përplasje interesash brenda Partisë Socialiste, pushtetit ekonomik, pushtetit legislativ, pushtetit gjyqësor dhe pushtetit
ekzekutiv. Pse? Sepse në fund fare ne duhet kuptojmë çfarë duhet kuptojmë, që gjitha kjo situatë konfliktuale e përfshirë nga politikbërja, nga keq menaxhimi i situatës tonë politike, tregon qartazi që zoti Rama ka bërë një gabim fatal, që gabimi nën kupton qartazi sigurinë që ai ka, dhe te këto pasigurit sigurisht i ka transmetuar edhe të tjerë, por nuk ka atë që themi planin B. Dhe duke qenë që nuk ka planin B, ne në muajin shtator, tetor, nëntor, dhjetor do të kemi valën e gushtit. Grada politike do të jetë shumë të larta, sigurisht që panaksitë brenda oborrit të Partisë Socialiste do të jetë më i lartë se tek obori i Partisë Demokratike, por e sigurt është që partitë politike tradicionale shqiptare do të bëjnë marrëveshjet e tyre, por mos harroni një fakt: përplasja me pushtetin gjyqësor të pushtetit ekonomik ndarë në dy segmente. Pushteti ekonomik i segmentit PPP-SHPK pa gjë, pra merr lek qyl nga vjedhja e buxhetit të shtetit, dhe pushteti ekonomik i segmentit një zhvillim normal, pse jo PPP, por këto bëhen mik sepse SPAK-u kërkon që të godas grupet kriminale nëpërmjet pastrimit të parave. Grupet kriminale të cilët për SPAK-un nuk do të jenë ato që thuhen vazhdimisht që u kapën të vërtetat. Këto janë mashtrime, sepse SPAK-u nuk ja mban të kap grupe kriminale. Nëse SPAK-u do të kapte grupet kriminale, ne nuk do të kishim 11 majin e 2025-ën, ku Partia Socialiste mori 83 mandate, sikur na kishte dhënë 20 shtëpia çdo shqiptari. Prandaj, ajo që unë po ju them është që muaji shtator do të vi me një recetë dhe një goditje shumë të rëndë ndaj atyre që kanë përvitësuar, kanë grabitur dhe kanë zhgënjur qytetarët shqiptarë nga mozimi ashtu siç duhet, si në politikë ashtu në gjyqësor. Prandaj, ajo që ju do të shikoni nga muaji shtator do të jetë lajmet ekonomike, lajmet financiare, lajme gjyqësore, lajme patjetër të dy kryesorëve, subjektëve kryesorë politik, po mbroni edhe faktin e presës që po vazhdon dhe nuk i dihet çfarë do të bëjë në muajin shtator. Prandaj kjo periudhë ishte një periudhë që duhet të reflektoshin dy partitë kryesore. Unë jam i bindur, edhe t'ju them vërtetën, nuk duhet të reflektonin, pak se po të reflektonin ne s'kemi çfarë themi, por e vërteta është që ata nuk do të reflektojnë për shkak se mendojnë se fajin e të tjerë dhe jo ata, dhe përderisa jemi në këtë situatë, ne vazhdojmë komentin tonë se ata janë të papjekur politikisht për të hyuar situatat dhe për të dhënë përgjigje të çdo problematike të qytetarëve shqiptar. Dhe më lejoni t'ju them që te kjo përplasje do të ketë viktima, do të ketë viktima, tani mos më kërko tani si do janë viktimat, po tani edhe në plagosje, edhe në sje, edhe në gërvishtje quhesh viktim sipas kodit të procedurës penale. Nuk do të sqarojësh viktima, po do të kesh viktima politike që nuk kupton njerëz të cilët do përdoren nga politika, pastaj zhduken nga harta politike për syje të interesit të një subjekti, pra sidomos të PS-s që është në pushtet aktualisht. Pra do të kemi llojshmëri viktimizimi dhe viktimash, autorësh të ngjarjeve të ndryshme politike, gjyqësore, ekonomike, gjyqësore, po edhe pse jo edhe kriminale, të cilët do të jenë pjesë e pasigurisë të investuar nga Partia Socialiste, nga zoti Rama, nga mosveprimi i gjyqësorit për të luftuar ashtu siç duhet kriminalitetin në vend, se këtu do kujdes, pse? Se kur them unë luftoni për të qeveriset Shqipëria për një shtetin që duhet ketë Shqipëria, dhe jo pushtetin e Edi Ramës. Dhe çfarë ndodh? Kur hesht gjyqësori, hesht prokuroria, hesht policia, sigurisht kriminaliteti me bekimin e asaj që ne themi të pushtetit do të bëjnë gjëmën në këtë vend. Prandaj them që
viti më mirë kalendarik 2026-2027 e shikoj si një ndër ngjarjet më të rënda dhe do thosha 2027 është deklarimi absolut qytetar politik përplasje pushtesh në rast se zoti Rama do të marrë një herë për gjithmonë drejtimin e Partisë Socialiste pa asnjë kundër të brendshme, sepse pikrisht zoti Rama nuk po punon për pushtetin e tij. Në 2026 shtator 2027 me mbarimin e zgjedhjeve lokale, zoti Rama nuk po punon të marrë pushtetin. Zoti Rama po punon për të marrë një herë për gjithmonë nga gjithë ato socialista, nga gjithë ato të cilët kanë qenë edhe në kohën e Partisë së Punës, drejtimin e Partisë Socialiste 100%. Drejtimi aktual i Partisë Socialiste është marrë vetëm për shkak të pushtetit të zoti Rama. Po kurse si, ashtu siç pretendohet. Avokat, të falenderoj për bisedën dhe për bashkëpunimin. Do shihemi me zhvillimet e reja nga gushti edhe në vazhdim. Patjetër, më lejoni të uroj njerëz që na hekur vazhdimisht pushime sa më të mbar dhe sigurisht rikthim sa më të shëndetshëm dhe patjetër në aktivizim për të vazhduar normalitetin edhe punët të zakonshme, por uroj që muaji gusht të jetë një muaj reflektimi për shkak se situata është tepër serioze dhe kërkohet patjetër dhe nga ana jon aktivizim, reagim dhe pse jo dhe aksion për të arritur objektivin për të mbrojtur shtetin shqiptar, Republikën e Shqipërisë dhe jo pushtetin e Tiranës ose ndonjë tjetër që abuzon me të drejtat dhe liritë melore të qytetarëve shqiptar. Prandaj të juroj edhe juve gushtin sa më i qetë edhe rikthim të këndshëm në shtator dhe gjithashtu çdo person që na ka ndjekur e falenderojmë gjithë se të kohë që na ka bërë like, na ka dhënë komente dhe tim mendimi dhe sigurisht ne do të jemi gjithmonë ashtu siç duhet koherent me ato çfarë kemi thënë dhe nuk heqim asnjë nga ato çfarë kemi thënë. Ju e shikoni vetë nuk bëjmë atë ndryshllakën, themi të vërtetën, sepse e vërteta është ajo që gjithmonë bashkëqëron ngjarjen. Çdo gjë që do të maloj të vërtetën, sigurisht që nuk do të jetë e vërtetë për shkak se dështon dhe del sigurisht e pavërteta. Gjithashtu falenderoj edhe unë ty që kemi gjithë kësaj kohë bashkëpunimi dhe kemi bashkëpunuar në mënyrë korrekte dhe me dëgjuesit po edhe ne bashkë, sepse ajo që duhet thënë është që mikrofoni jepet, tjetri pyetet, përgjigja jepet drejt për së drejti, pa nevojë i skenimit, pa nevojë çdo lloj skenari të mundshëm. Pra, nuk jemi skenarist, po të vërtetën analizojmë, komentojmë dhe pse jo përplasemi për të treguar të vërtetën, sepse në një demokraci përplasja është e shëndetshme sepse prodhon dialog, debat, tjetër dhe një konflikt debat për këtë nevojë së mendimeve të ndryshme, po në fund duhet kuptojmë të gjithë së bashku që dialogu është shenja e zhvillimit e kulturës së çdo individ. Të falenderoj shumë për bashkëpunimin, avokat. Faleminderit për gjithë ato like dhe komente. Faleminderit. Faleminderit edhe nga ana ime të gjithë shikuesve tanë.